Furgoni përplas fëmijën 4 vjeçar i mituri në gjendje kritike për jetën. Një aksident i rënd ka ndodhur në aksin rrugor Burel Klos në vendin e quajtur Ura e Shulbatrës, ku furgoni i drejtuar nga shtetasi me inicialet LD 52 vjeç ka përplasur të miturin 4 vjeçar. Sipas informacioneve paraprake, mësohet se 4 vjeçari ka qenë duke kaluar rrugën dhe për shkak të plagëve është nisur drejt spitalit të traumës në Tiranë pasi është në gjendje kritike për jetën. Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në komisariat për të kryer veprimet e mëtejshme, ndërsa policia është duke punuar për zbardhjen e plotë të rrethanave. Njoftimi i policisë. Në aksin rrugor Klos Burel, shtetasi LD 52 vjeç, duke drejtuar automjetin tip furgon, ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe përpasoj automjeti ka dalë nga rruga duke aksidentuar një shtetas të mitur i cili është transportuar në spital për ndihmë mjekësore. Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në komisariat për veprime të mëtejshme, ndërsa grupi hetimor po punon për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të aksidentit.